Zoti Berisha, në datën 22 janar është mbledhur gjykata kushtetuese për të shqyrtuar ankimimin që ka bërë kryeministri Edi Rama në lidhje me kundërshtimin që ai i bën një vendimi të SPAK për të pezulluar një zyrtar të shtetit shqiptar, konkretisht zonjën Balluku. Vendimi i cili nuk u mor as në datën 27 janar kur u lajmërua se gjykata kushtetuese do të mblidhte pra do të nxite vendimin. Ndërkohë në datën 28 janar do mblidhej Këshilli i Mandateve, përsëri nuk u mblodh. Në informacionet tuaja, çfarë është duke ndodhur, zoti Berisha, çfarë është duke ndodhur me çështjen Balluku? Pyetja e parë. Tani do ta ndaj në dy aspekte. Çfarë tregon ky proces? Tregon tërheqje zvarr. Se si Edi Rama tërheq zvarr dhe poshtron gjykatën kushtetuese. Gjithë kjo është dëshmia e parë e kësaj që ndodh. Ajo mori përsipër të shqyrtojë një çështje të cilën absolutisht nuk mund ta shqyrtonte pa kaluar në apel dhe në gjykatën e lartë. Dhe ajo po me urdhër të Edi Ramës. Ka caktuar deri tani 3 data dhe nuk e shqyrton dot, sepse Edi Rama e tërheq zvarr për turpin e saj. Edi Rama edhe një herë, që po të përdorja ca terma të lashtë, do ishte i gatshëm t'i shkrinte edhe plumë në vesh. Lubi Balluku dhe ta hiqte qafe, po të mos ishte se dosja e saj në çdo 3 rrjeshta, 2 janë për Ramën Osman. Këtu e ka hallin Rama. Edhe këtu e din qytetarët, e kanë kuptuar të gjithë qytetarët, se ky kujton qytetarë se janë njerëz që s'marrin vesh. E kanë kuptuar që të gjithë që ai ka hallën e vet. Hallën e madh.